Të nderuar qytetarë të Vlorës, të nderuar përfaqësues të mediave. Partia Demokratike denoncon sot një tjetër farsë të orkestruar nga kryeministri Edi Rama dhe strukturat e Partisë Socialiste në qytetin tonë. Takimi përmbyllës i fushatës elektorale i zhvilluar pranë Lungomarës nuk arriti të ngjallë as interesin dhe as pjesëmarrjen e qytetarëve vlonjat. Sheshi mbeti në masë të madhe bosh, ndërsa atmosfera ishte e ftohtë dhe imponuar. Vlonjatët dhanë një mesazh të qartë, ata e kanë braktisur Ramën. Për të fshehur dështimin, PS ndërmori një sër veprimesh të paligjshme dhe të papranueshme. Punonjës të Bashkisë së Vlorës u detyruan të merreshin me organizimin teknik të aktivitetit, përfshirë vendosjen e karrigeve dhe përgatitjen e skenës. Mjetet e transportit publik dhe privat u sollën nga rrethet të tjera për të sjellë patronazhist dhe militantë të Partisë Socialiste. Me presion dhe urdhra politik, militantët dhe administrata publike u detyruan të merrnin pjesë në mënyrë të organizuar, duke u përdorur për të mbushur artificialisht sheshin. Kjo nuk ishte një fushat, por një përpjekje e dëshpëruar për të fshehur të vërtetën. Qytetarët nuk e duan më këtë qeveri. Nuk ka propagandë që e mbulon dot boshllëkun që ndjehet sot në sheshet ku më parë ka pasur entuziazëm. Ai boshllëk është pasqyra reale e lodhjes, zhgënjimit dhe revoltës së shqiptarëve ndaj kësaj qeverisje të raskapitur. Farsa elektorale e Ramës nisi me aeroportin elektoral, që ju qytetarë keni ndjekur këtë mashtrim të madh, vazhdoi me shkatrimin e radhimës dhe të Bregdetit të Vlorës, pastaj me zgaravinat në Kuç dhe u mbyll me mitingun e dështuar në Lungomare. Vlonjatët nuk i nënshtrohen më presionit, ata nuk e pranojnë dot më teatrin politik të Edi Ramës. Ata kanë zgjedhur ndryshimin dhe ndryshimi është rrugës. Voto numër 1, voto PD-ASHM.